Në hadithin që e përmendëm nga Auf ibn Maliku radiallahu anhu, ku i thot pejgamberi alayhis salam atij, njefi i thot 6 gjëra para kiametit, njëra prej tyre e përmendëm se ishte vdekja e pejgamberit alayhis salam, tjetra thot është Fethu Beitul Maqdes, çlirimi i Kudsit. Dhe padyshim se edhe kjo hadith është një prej mucjizave të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sepse në kohën kur e ka thënë pejgamberi alayhis salam se Kudsi do të çlirohet, në atë kohë ishte në sundimin e perandorisë më të fuqishme të asaj kohe, në sundimin e perandorisë bizantine. Andaj rrethonat në të cilën e ka thënë pejgamberi alayhis salam këtë hadith nuk kanë qenë të volitshme për ta thënë atë. Mirë po, kjo tregon se këto fjalë janë shpallje prej Allahut subhanahu wa taala. Dhe ky lajm që na e tregoi pejgamberi alayhis salam u vërtetua në kohën e khilafetit të Omer ibn al-Khattabit radiallahu anhu. Gjëgjësisht në vitin 16 sipas hijretit, muslimanët e çliruan Kudsin, e çliruan Jerusalemin, në të cilën gjendet xhamia Kuds, që është e treta për nga vlera pas Qabes dhe pas xhamisë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe sipas disa transmetimeve, namazi në këtë xhami është sa 500 namaze në ndonjë vend tjetër. Atëherë ai përgjegjësi që ishte i Jerusalemi tha nuk dëshiroj që t'ja dozoj çelësat vetëm se halifes tuaj. Atëherë i dërguan letër Omer ibn al-Khattabit radiallahu anhu dhe i than na kërkon ai që të vish ti pra direkt dhe të t'i dorëzoj ty direkt çelësat e Kudsit. Dhe kështu edhe veproi Omeri radiallahu anhu, shkoi vet atje, dhe kjo ishte një ndodhi e madhe për muslimanët, pra ishte një ndodhi e madhe, sepse u gëzuan dhe ju shtua imani që u vërtetua fjala e Muhamedit alayhis salam. Po ashtu u gëzuan që ky vend i shenjtë pra u pastrua prej shirkut dhe krishterëve. Andaj kur erdh Omeri radiallahu anhu dhe u tubuan të gjithë muslimanët, kur e çliruan këtë vend të rëndësishëm ku gjendej kjo xhami e rëndësishme, ju kujtua çlirimi i Mekës në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ezani që e dha Bilalin mbi Qabe. Pra ju kujtua ky rast, andaj kërkuan prej Bilalit radiallahu anhu që edhe një herë ta thoj ezanin ashtu siç i kishte thonë në Mekë, pra në Qabe. Mirë po, Bilali radiallahu anhu në fillim hezitoi, sepse pas vdekjes pejgamberit alayhis salam nuk kishte fuqi që të thoj më ezan, as në Medinë, as tjetër kund, sepse ishte mësuar që kur ta thoj ezanin ta shohë edhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, sahabët insistuan dhe kështu edhe ndodhi, Bilali e tha ezanin dhe të gjithë filluan të qajnë pra nga gëzimi, po edhe nga pikëllimi për mos prezencën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam këtë rast.